e madhe Irani dhe dëshmuan se ky regjim nuk mund të ndrohet dhe ky ishte edhe qëllimi, besoj une. Mirë po, ne po ashtu duhet ta kemi parasysh që kur u arrit kjo marrëveshja në mes SBA-s dhe Iranit, Ayatollahu Khamenei nuk e pranoi këtë marrëveshje. Mirë po ai dha një deklarat dhe tha që une e pranoj këtë marrëveshje për arsye se Këshilli i Sigurimit e pranon atë, jo se ai vet e pëlqente atë marrëveshje. Dhe ju dha një shans, sidomos presidentit të Iranit, i cili e nënshkruajti atë marrëveshje së bashku me Trumpin, që nëse gjërat shkojnë negativisht, apo nëse sulmet vazhdojnë, apo pikat nuk përmbushen, atëherë përgjegjësinë do ta mbajë presidenti i Iranit. Dhe si duket tani, qeveria e Iranit është një pozitë shumë të vështirë, për shkak se ishte insistimi i tyre që të arrihet një marrëveshje, një armpushim. Mirë po ja që shiqojmë që asnjë nga pikat që u morën vesh nuk realizohet, duke filluar edhe te lufta në Liban, pra Izraeli nuk u tërhoq nga Libani dhe vazhdon që të sulmoj Hezbollahun, po jo vetëm Hezbollahun dhe të gjithë civilet që jetojnë në Libanin jugor, i detyron që të shpërngulen dhe shtëpitë e tyre i shkatrojnë, fjala që të bëjnë një buffer zone që do t'i mbrojë interesat e Izraelit. Pra këtu kemi shkeljen e marrëveshjes dhe ne po ashtu na kujtohet që në fillim të marrëveshjes Irani e sulmoi Izraelin pikërisht për këtë pikë, për shkak se nuk e respektonin marrëveshjen. Dhe Izraeli me SBA-n vendosën që mos e sulmojnë Beirutin, kryeqytetin e Libanit, mirë po ata ende janë në Liban. Dhe në ndërkohë bën një marrëveshje SBA-ja me qeverinë e Libanit, me presidentin e Libanit, që trupat izraelite indirekt të mbeten në Liban, dhe kjo ishte një thyrje e marrëveshjes me Iranin. Tani jo vetëm atë, po nuk i ka respektuar edhe pikat tjera që duhet t'i lëshonin disa pare që ja kanë marrur penk Iranit, që t'ja lëshonin Iranit, apo t'i bëjnë transfer në Iran. Dhe pikat tjera ishte që të dëmshpërblehet Irani. Pra dikun $300 miliard duhet të bëhen investime nga SBA-ja dhe shtetet e Gjirit që të dëmshpërblehet për gjithë ata dëme që janë bërë gjatë luftës. Mirë po, pika kyçe ishte Hormuzi, pra Irani filloi që të lejoj që të kalojnë tankerat me naftë, po edhe me produkte tjera. Mirë po kuptohet që për shërbimin që e krynte, mirte edhe para, dhe kjo ndihmonte ekonomisë së Iranit, sidomos pas luftës, që të rindërtohet dhe të mund po ashtu Irani që të shes naftën lishëm pas sanksione në për tregjet e botës. Mirë po edhe këtu kemi shkelje të marrëveshjes, për shkak se SBA-ja filloi që të bëjë një rrugë të veten në ujërat territoriale të Omanit dhe ju thoshte anijeve që mund të kaloni në këtë vi ta quajmë detare, dhe do ta keni sigurinë e SBA-s. Mirë po ne jemi dëshmitar që Garda Revolucionare i sulmoi ato anije dhe kjo u mor si pretekst që të rifilloj luftimet dhe sot jemi në këtë situatë që as jemi në luftë, as jemi në paqe, mirë po nuk ka shenja se do të ketë një paqe, si duket kjo luftë me intensitet më të vogël do të vazhdojë një kohë më të gjatë. E shiqojmë që po ashtu çmimi i naftës fillon të rritet dhe kjo do të ndikojë në zgjedhjet parlamentare në SBA dhe kuptohet që humbës më i madh do të jetë vetë partia e presidentit Trump. Po jo vetëm presidenti Trump, edhe gjithë ata senatorë dhe kongresmen të cilët e përkrahin këtë luftë kundër Iranit, të gjithë ata do të dëmtohen nga votuesit e tyre, për shkak se të gjithë anketat tregojnë që SBA-ja apo popullata e SBA-s është kundër kësaj lufte, është kundër që të intensifikohet kjo luftë dhe posaçërisht janë kundër që të shkojnë trupat toksore amerikane apo kombësëria të hyjnë në Iran. Dhe duke pasur parasysh që temperaturat janë shumë të larta tani, në Hormuz dikon mbi 50 gradë është temperatura, jemi në korrik, dhe nuk besoj që ka gjasa që kombësëria amerikane të hyjë aty, për shkak se fizikisht nuk është e mundur në këtë temperatura të larta që ata të luftojnë.
apo nëse provojnë që të hyjnë, do të dështojnë. Pra ende dëgjojmë që ka një plan që Kombësoria të hyjë në Iran. Mirë po, presidenti i SBA-s thotë që nuk do të jenë trupat amerikane. Tash kush do të jenë? Mund të jenë milicë të ndryshëm që do të miren nga shtetet të Afrikës, Amerikës Latine, prej Kolumbie, prej Sudani, prej një pjesë të Jemenit dhe që do të tentojnë që të paktën atë pjesën e Hormuzit ta marrin. Po kuptohet që gjithë kalkulimet u kanë dështuar dhe ky kalkulim do të dështon. Tani po ashtu kemi një intensifikim të situatës në kuptimin që edhe Jemeni mund të hyjë në këtë luftë dhe Jemeni po ashtu kërcënohet që do ta bllokojë detin e Kuq dhe kjo kuptohet që do të arrit edhe më shumë çmimin e naftës dhe do ta thellojë krizën ekonomike botërore dhe si duket pasojat do të jenë afatgjate. Pse hyn Jemeni në luftë? Për shkak se para disa ditëve u sulmua aeroporti i Jemenit në Sana, për shkak se aty duheshte të zbres apo ateroj një aeroplan nga Irani, dhe ata e bombarduan aeroportin që t'ju japin mesazh iranësve që nuk guxoni që me aeroplanët tuaj të zbritni në aeroportin e Jemenit dhe kuptohet që Jemeni tha që prej sot e tutje nuk vlen më marrëveshja me Arabinë Saudite dhe ata e sulmuan Arabinë Saudite dhe ka mundësi që të përshkallëzohet edhe lufta Jemeni dhe Arabia Saudite, ti përkundtojmë ndjekësi që ajo luftë zgjati diku 10 vite në kohën e Obamës, Jemeni dhe Arabia Saudite dhe mund të përshkallëzohet edhe në atë aspekt. Nëse do duhej të kishim një faktor që ndoshta mund të ndalte të gjithë të përshkallëzim, qoftë do të ishte një marrëveshje mes të dyja vendeve apo diçka tjetër, pra cili është skenari që do të shohim ndoshta në muajt në vijim? Po faktori kryesor duhet të jetë paqja. Nëse SBA-ja kërkon që të ketë paqe në lindjen e mesme dhe që të munden trupat amerikane të qëndrojnë në disa shtete, sikur është në Jordan, Arabinë Saudite, Katar, ata janë të detyruar që të arrijnë një marrëveshje me Iranin. Përndryshe nëse ata baza ushtarake janë aty për ta kërcënuar Iranin, kuptohet që nuk do të ketë paqe dhe nuk do të mund të realizohet marrëveshja në mes tyre. Po kuptohet që ka edhe e kam shpjeguar edhe më herët në qeverinë e Iranit, kemi në pjesë të politikanëve Iranës që insistojnë në një bashkëpunim të thellë ekonomik me SBA-n dhe si duket pjesë e tyre ende janë në qeveri. Unë thellë shpresoja që me fillimin e luftës, me intensifikimin e luftimeve, pozita e tyre do të dobësohet, por ata ende janë në pushtet, mirë po janë në presion të madh. Ne kemi incizime ku ministri të punëve të jashtme të Iranit në shtëpinë e tij mblidhen turma të protestuesve Iranës dhe të cilët i thuan ju jeni tradhtar për shkak se arrini një marrëveshje me SBA-n dhe ju jeni tradhtar për shkak se nuk hakmerreni kundër vrasjes së Ajatollahut dhe vrasjes së qindra civilve apo mijëra civilve. Vetëm gjatë këtyre bombardimeve të fundit që bën SBA-ja në Iran, janë vrarë 10 civil. Pra njerëzit kërkojnë një hakmarrje, mirë po përsëri qeveria qëndron dhe është e gatshme që të arrijë një marrëveshje dhe nëse kemi vullnet të mirë nga SBA-ja, kjo mund të arrihet. Po ne të gjithë jemi dëshmitar se Izraeli nuk kërkon një marrëveshje. Ata ndikimi i tyre në politikën amerikane është shumë i madh, lobi i tyre është më i fuqishëm nga gjithë lobet tjera në SBA dhe ata nuk do të lejojnë afrimin e SBA-s me Iranin. Prandaj besoj unë që është e kohët përpjekja e një pjesë të qeverisë së Iranit që të kërkojnë paqe apo bashkëpunim me SBA-n për shkak se Trumpi është i sjellur në pushtet me lobimin izraelit dhe të gjithë sponsorët e tij kryesor janë izraelit, të gjithë këshilltarët janë izraelit apo janë evangelist, të cilët janë të lidhur me lobin izraelit dhe përpiqen që Izraeli jo vetëm që të bëhet forcë vetme ushtarake në lindjen e mesme, po ata kanë projekt që ta zgjerojnë Izraelin, ta bëjnë një shtet të fuqishëm, të madh
po mbasi të bëhen shteti fuqishëm i madh, dhe mbasi që të arrin që ta mundin Iranin sipas mendimeve të tyre, që unë nuk besoj që është e mundur, ata e kanë planin e arshëm që të sulmojnë edhe Turqinë. Prandaj nuk pres që ketë një marrëveshje mes tyre, prandaj them që faktori vetëm do të ishte që nëse palët, sidomos amerikanët dhe izraelitët kërkojnë paqe, atëherë mund të arrijnë atë qëllim.